fjalët e veprimet, po du me thonë një gjë që du me thonë one. Në qofë se do me folje dhe në e gjë folje, po të në gjëj nuk po ndërprej, po mos ndërprej kur flasë, se po ma hup atë gjanë që përdu me ta thonë, se të kam thonë 100 herë, me ndoj italisht dhe flasë shqip, edhe po ma hup të ne, që atë thelbin që përdu me ta transmetu ty e të ma hup, edhe përdu me thonë, është për njëti roger që thotë, Mateo ka pëlqim për Selinin, do me thonë, ka i mujdit që ka thonë gjithmonë, Mateo ka pëlqim për Selinin, Mateo Selini, gjithmonë i ka thonë këtë stanin gjithmonë u munu me fut ziza, Sar ka thonë kimi kam thonë qëfar lloj kimie, mos fol gjana pa lidhje. Tash, përsa i përket na që jena këtu me i loj, edhe jena bashk këtu mrena në një loj, edhe ka në sfidë, ka në gjë, normalisht përderisa m'let flas, unë njifem si person që sa herë vinë sfidat të mrena. E unë vetën ta dhe ti për sfidë për njëra? A shef që ti nuk blen me vazhdu me folë, Mateo, që kjo është problemi jo, që ti nuk po mlen me mbaru, po s'po mlen me mbaru, po mlet ta mbaroj. Në qofë se nuk t'intereson me në gjumë, thuj nuk po m'intereson e mbylli temën, po m'let ta mbaroj, mos m'ndërhy. Qysh mush me ditë menimin tanë kur nuk m'lem me mbaru? Jam të thonë që unë këtu mrena sarë ka jemi me i loj bashkë, ti ke hy vetëm, unë kam hy vetëm. Normalisht jemi këtu me i loj bashkë, raporti jonë nuk ka të bëj me lojën. Loja është veç, raporti jonë është veç këtu mrena. Nuk ka të bëj fare me lojën. Tash, jemi në një loj, në momentin që ty të vjen një sfidë, edhe ty të vjen një sfidë me bo me i gosë, se që unë zihna, ose me i person, këtu mrena armiq i kemi të gjithë, armiqtan janë të gjithë, nuk është se 2-3 persona me cilë rrim unë mos mi cilësu, armiq janë të gjithë, jemi me i loj. Në momentin që vinë sfida, unë njifna si person që kam qef sfidat me që dhe në fund. Tash, në momentin që unë me atë person nuk flej, nuk prekna, nuk bëj kur gjë të pahishme, unë e kam drejtën e botës me realizu atë sfidën. Dhe në momentin ku aj personi ma të cënoj hapsirën tem, edhe unë u qova edhe dola. Tash, unë në qofë se jam me ty këtu mrena, edhe ndodhin sfida, ndodhin gjanë, normalisht ti ban sfida të tonë, kur njët, ku me di që farloj sfide me tartë, kur njët nuk kisha thonë, mos e bëj, se është loja jote dhe nuk të përzina në lojën tane. Por në momentin që mungon një muj dit para finalës, edhe ti, dhe me thonë jemi në minim kokë me Stenaldo për me dal jashtë, unë personalisht ty nuk du me të pa jashtë, edhe unë një muj dit këtu mrena, edhe kisha qindru, unë edhe kisha afrontu një muj dit këtu mrena vetëm, ja kisha dal, nuk po thëmë që si ja kisha dal, po thjesht unë nuk e kisha një vetën me nejt një muj, këtu mrena, pa ty se je i vetëmi person me cilin flasë për çdo gjë, me cilin kur një nga ke që je i vetëmi person i cili ma hjeka të keqmen, je i vetëmi person i cili mban mu një mirë, këtu mrena nuk ka persona tjerë. Persona tjerë, unë njëna, do me thonë, me persona tjerë bëj debate, bëj gjana, do me thonë, nuk ka një person këtu mrena me cilin unë ullna folje normal njëhe mirë, je i vetëmi ti. Edhe në këtë moment, qysh jam, do me thonë, kanë kalu 91 ditë, edhe unë e kam stres, ne i kam gjanat e mija, malli për familjen e gjitha gjanat, me kalu edhe një muj ditë, pa një person këtu mrena me cilin ban me unë një mirë, nuk e kisha kalu, pa ty këtu mrena edhe një muj ditë nuk kisha nejtë. Kështu që unë nuk po thëmë që po ta thëmë këtë gjë kështët, unë ta thash, nëse ti kishe dalë tash, që është edhe një muj ditë për me mbaru Big Brotheri, unë do isha ka në gjendje me thonë, okej, unë po vi jashtë, unë po dalë, nëse del ti dalë dhe unë e kisha bo këtë gjë. Ndryshë është kur për shembull mungon një javë që thu, okej, hajtë edhe një javë ditë e shtyna në qysh, një muj ditë mu më duket shumë me nejtë të mrena, kur nuk kam një raport që kam me ty, nuk kam raport me dikon tjetër këtu mrena, dhe mënyra se si njihna me ty këtu mrena, nuk më ban me unë një kërkosh. Kështu që unë pëlqimin tem për ty e kam real, edhe realisht të pëlqej, realisht kam qef marrëdhënien tonë me vazhdu jashtë. Edhe këtu mrena, normalisht ta kam ne ju, jemi afru, unë këtu mrena nuk e kisha imagjinu kur, asë që do e prekja dorën, mu prek për dorë me i mashkull të tërse. Për dorë e prek dhe me pristin ti. Bëqit sekund,
Kristi është tjetër temë. Edhe që thesë isha përdoре. Jo, mu prej kështu me shprej pëlqime kësi gjana, unë nuk do i kisha bë kur me i mashkull këtu mrena nuk i kisha imaginu kur. Kam thonë, okej, hi e kryi rukëtimin ta, me kallë se kush është bërikena, dhe më thonë, i bëj gjanat e mija edhe thjesht dal jashtë edhe i vazhdoj karrierën, i vazhdoj senet e mija jashtë. I kam po ashtu të njëjta qëllime, po që më ka ndodhë një gjë shumë e bukur që është raporti jonë, edhe të cilin nuk e kam pritë dhe nuk e kisha imaginu kur që këtu mrena, më kishë ndodhë një raport si që ka qenë i joni që ka ndodhë në mënyrë shumë spontane. Edhe për këtë arsye, unë po të thëmë, unë realisht kam pëlqim për ty, edhe në momentit kur i në afru, edhe unë kam nejt, edhe unë të kam gacmu, nuk është që ti afru, edhe unë të kam thënë, një kik, s'pëdu me të pas, s'pëdu. Jo, ti nuk afrohesh 2-3 herë kur ti e sheh që ka ana tjetër nuk ka pëlqim për ty, ose ka ana tjetër e ndjen që nuk don me u afru me ty. Fakti që na i na afru dhe kena nejt aq afër, është se u kon një gjë reciproke. Pavarësisht se unë s'kam dashur kur më jep një titull, më jep një emër kësaj marrëdhënies tonë, se të kam thënë, fakti që hala nuk jena puth, nuk mundu me thonë që nuk jena me i lidhje. Edhe fakti që, dhe me thonë, jena afru ka të shumë, nuk munda me thonë që jena shok. Nuk kam desht me i dhënë një emër, se thjesht kam dasht me lanë me rjedh raportin, edhe thjesht me u finalizu, edhe me këqyr se qysh po ecë, çka po ndodh mes neve. Kaq edhe që tene masanej, një jep një epitet, një emër se çka jena na. Po që unë që kam pëlqim për ty, edhe ndjej diçka kur rri me ty, më ban me uni shumë mirë, edhe realisht ta them këtë gjë shumë sinqerisht. Kështu që nëse ti nuk e beson, edhe nëse ti në këtë moment të uqër brikin, unë jam lodh, nuk jam kadu, unë nuk jam person që të vi nga mrapa, unë po ta them që unë jam këtu më kin krah, edhe kam realisht pëlqim për ty, se për ndryshe nuk e kisha shpreh para këtë shqiptarist, para këtë njerëzve që na shohin, na dëgjojnë. Jam vajzë edhe ti je djalë, edhe janë dy gjëra të ndryshme. Ti e din shumë mirë, ti je djalë edhe është gjaki tjetër edhe unë jam vajzë është gjaki tjetër. Unë veç me thonë kam pëlqim, është sikur një mashkull mu puth me i femër këtu mrena. Veç me thonë që kam pëlqim, se jam femër edhe gjanat mirën kitë ndryshe edhe ti e mashkull gjanat mirën ndryshe. Normal nuk ka të bëj këtë gjëja, unë nuk kam thonë kur që nuk do e bëja një lidhje këtu mrena, kam thonë që se ndodh diçka reale, jo për kamera, jo për programa, për thjesht për ta bë, unë do e bëja në qëfë se është reale, në momentin që